Izmini Makri e moshuara që sfidon vitet. Ka më shumë se 15 vjet që Izmini Makri e gjejmë në cepin poshtë kalas Argjiros në Gjirokastër, në rrugën hyrëse të saj. Me përkushtimin e saj të përhershëm, ajo sfidon të ftohtin e acar të dimrit dhe vapën përvoluese të verës për të fituar të ardhura nëpërmjet pasionit të saj për shëndisjen, punimet me grep dhe shtiza. Këto punime janë shumë të tërhequra nga turistët e huaj, të cilët janë të shumtë në qytetin e Gjirokastrës. Sa ko keni këtu në? Këtu vajta 11 vjet të punoj. Ndje këto produktet me çaj, me rigon, me këto boj pundore, i bëj vetë. Me qindizma, me tantellra, me të tëra. Më punon djali me grën nga këta gurë. E ka mësuar vetë, e ka si pasion që i vogël. Dhe i gdën në shtëpi, i gdën me dark, nuk i bën me kompresor. Si mund të bëj një tjetër, se të tjerët i bëjnë edhe me kompresor. Djali tim i ka vetëm punime me dorë, me dark. I punon në shtëpi, edhe jam jo me atje, se s'kemi mundësi që të vi këtu, po dhe këtu dhe ai si vjet do dali, po konkurenca është e madhe dhe nuk duam të ashtu. Mi kam pëlqyer, më respektoj. Çfarë simbolizon këtu? Çfarë keni qëndisur? Kjo është një centru dhe një palmë e vogël. Me një Sa kohë të duhet për të qëndisur një të tillë? Po varet në bazë sa mund të rish, mund të ri një orë, mund të ri 2 orë, me këtë një orë vete, me këto centrot e vogla. Bëj tantella këtu të mëdha. Ka kërkesa? Ka kërkesa, ka. Nga kërkojnë më shumë, të huajt? Të huajt kërkojnë më shumë, se shqiptarët nuk i përdorin aq shumë, këto janë për pixhan, ja ka mësuar edhe mbesës, këto mi ka qindisur mbesa. Po? Ja ka mësuar që të vogël. Ja, i përdorin nuk për pixhan edhe këto, mund t'i varësh këtu, për bukuri. Mundohemi, kemi mësuar që të vogël edhe, i përdorin. Edhe punë e gurit, ma pëlqejnë të huaj, i shikoj, bëj modele të ndryshme, sidomos këto ekipet kalojnë shumë. Çfarë tërhiqet më shumë nga turistët? Çfarë punimi me gur? Nga të gjitha, po sidomos ekipet shkojnë më shumë të futbollit. Jo Liverpooli, jo Juventusi, jo Manchester, te ato, po i kam shitur dhe tani ka qenë edhe sezon dimri dhe s'ka mundësi bie me kështu. Dorë nuk ka mundësi. Shkoj shqiponja, shkoj nga të tëra, nga këto modelet, jo breshka, jo njëra tjetër, djeli modelet të ndryshme. Izmini na tregon se artin dhe pasionin që ajo ka për punimet e dorës me grep ja ka trashëguar dhe mbesës së saj, pasi puna e dorës nuk duhet të humbi kur vlerën që ka, dhe se me punë dhe përkushtim çdo gjë mund të arrihet.